Më fal, a e dëgju se çai tha gjesti Xhibanit, e dëgjut apo jo? Dëgjojeni pak. Opa. Ti i vyn miqësi njëri për motit. Si ti? Seriozisht po them. Apet i kesh e mirë, e vin ton kena gabim në rregull, i vyn apet ne si për motin mohet maga. Duke se pas apo lobim geg. Gjë. Seriozisht bro. Valla bro, po them ti zemër bro, pasha zotin. Seriozisht bro. E po, në rregull, bëlem ti bën diçka. Urdhë. Ti bën diçka. Nosht. Ky çfarë bën? Me pak fjalë po i thot Xhibanit pikërisht atë që un kam thënë disa herë për Xhibanin. Dhe hera fundit që e kam thënë këtë është kur ai është përjashtuar pra gati një muaj përpara. Për gjithë ata që se mbajnë mend, shiheni pak. Urdhë. Por ajo që un kam thënë gjithmonë është që Xhibani është një ngjyrë tjetër e shtëpisë dhe i duhet shtëpisë. Tash të njëjtën gjë po i thot Gjesti sot. Dhe kur e thoja unë këtë që Xhibani i vyn kësaj loje, siç i thotë Gjesti, i vyn kësaj loje, sepse bën diçka, të jetën gjë kam thënë dhe unë pra. Xhibani i duhet shtëpisë. Po kur e thoja unë, të gjithë ta që mbështesin Gjestin thoshin mu po mbështet, po promovon një dhunus, po çfarë bën Gjesti atje? Po promovon një dhunus apo po i thot vërtetën? Në fakt po i thot vërtetën, sepse Xhibani ka çka me të mirat dhe me të këqijat e tija, i duhet shtëpisë. Dhe ky është fakt. Këtë e pranon dhe vetë Gjesti. Tani, ju nuk duhet bëni më gjest se Gjesti, pra të bëni një gjë që ai se mendon. Ta thoni ju në rrjetet sociale budalliqe. Po, dëgjojeni mirë dhe shikojeni mirë lojën. Sepse një personazh si Xhibani është një personazh, një ngjyrë tjetër e shtëpisë. Siç është Gjesti, një ngjyrë tjetër, siç është Rozana, siç është Laerti, siç është Gerta, siç është Valbona, pra janë ngjyra të ndryshme dhe normalisht shtëpisë i duhen. Këtë e ka kuptuar dhe Gjesti që ai duhet shtëpisë dhe ndoshta kjo është një nga arsyet që ai me vullnet plot mendoj që në shtatçe për të rikthyer 3 futi dhe Xhibanin. Sepse e di mirë që ai i duhet edhe për lojë, i duhet edhe për t'u zënë, i duhet edhe për t'u debatu, i duhet me pas një pol tjetër, çrëndsi ka, po duhet. Jemi dakord? Hajde, ciao.